Le të zhytemi drejt për drejt në një nga konceptet më magjepsëse të gjeometrisë së shenjtë. Si një studiues dhe lektor i traditave të lashta, është gjithmonë një kënaqësi e jashtëzakonshme të ndaj këtë analizë me të gjithë ju. Sot ne do të zbulojmë një blueprint, një plan universal që ndodhet fjalë për fjalë kudo rreth nesh. Le të shohim se si matematika, shpirtërorja dhe natyra bashkohen në një pikë të vetme, përmes ekuilibrit absolut të një numri të vetëm. E nisim me një ekuacion që mund të duket si matematikë fillore, 3 + 3 = 6. Por, në gjeometrinë e shenjtë, ky ekuacion fsheh një sekret të madh. Tradicionalisht, numri 3 konsiderohet si numri i shpirtit. Tani, çfarë ndodh në të vërtetë kur marrim dy prej këtyre forcave dhe i bëjmë bashk? Ne nuk po bëjmë thjesht një mbledhje numrash, ne po krijojmë gjashtën, e cila është vetë përkufizimi i balancës hynore. Është pikërisht bashkimi i këtyre dy treshave që krijon harmoninë përfundimtare dhe ekuilibrin suprem të kundërtave. Pjesa e parë, misteri i numrit 6. Për ta kuptuar më thellë këtë, le të bëjmë një krahasim të shpejtë. Numri 5 për shembull përfaqëson njerëzimin, atë dinamikën e pafundme, kaosin dhe transformimin. Por gjashta është rezoluta, është ai momenti kur të gjitha forcat kundërshtare pushojnë së luftuari dhe gjejnë një harmoni perfekte. Është frekuenca e dashurisë, e rendit natyror, një shtyllë e vërtet e strukturës harmonike të universit tonë. Dhe kjo shifër e vetme mbart një kod gjeometrik kaq të fuqishëm, saqë praktikisht çdo qytetërim i madh e ka përdorur për të shprehur idenë e perfeksionit. Le të kalojmë nga ky koncept abstrakt te forma e tij më e njohur vizuale. Pjesa e dytë, bashkimi mes qiellit dhe tokës. Këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Mendoni pak për heksagramin apo yllin me 6 cepa, të cilën shumë e njohin si yllin e Davidit. Mënyra se si funksionon kjo gjeometri është geniale. Nga njëra anë, kemi trekëndshin me maj lart. Ky përfaqëson qiellin, zjarrin, vetë shpirtin që ngrihet lart. Nga ana tjetër, kemi trekëndshin me maj poshtë, që përfaqëson tokën, ujin, materjen e rëndë fizike. Dhe kur këta të dy ndërthuren, magjia ndodh. Shpirti dhe materia nuk po hyjnë në konflikt, ata po bashkohen, ata kyçen me njëri tjetrin për të formuar një union të përsosur, një ekuilibër universal. Dhe dini çfarë? Ky nuk ishte sekreti i vetëm një kulture. Të gjithë e dinin këtë. Këtë formë e gjejmë si një element qendror në judaizëm, në tekstet më misterioze të alqimisë, në traditat e hermetizmit dhe padyshim në thelbin e vet gjeometrisë së shenjtë. Kjo tregon një gjë fare qartë. Pavarësisht traditës, të gjithë binin dakord që ky simbol është përfaqësimi absolut i unionit hynor. Kalojmë te pjesa e tretë, arkitektura e hapësirës kozmike. Imagjinoni për një moment vetë hapësirën fizike rreth nesh. Ajo bazohet në 6 drejtime kryesore: veri, jug, lindje, perëndim, lart dhe poshtë. Sipas traditave mistike, këto 6 drejtime krijojnë kafazin e realitetit fizik, ekuilibrin e plot hapësinor. Por, ka edhe një detaj të fshehur që shpesh neglizhohet. Të 6 këto drejtime takojnë diku, apo jo? Ato konvergjojnë në një pikë të 7 në qendër. Dhe ajo qendër është pikërisht vedia. Është pika rreth së cilës rrotullohet gjithë ky realitet, në harmoni të plot. Këtë ekuilibër e shohim edhe te koncepti i kohës. Merrni krijimin biblik. Ditët 1 deri në 5 janë plot me kaos, ndërtim, lëvizje dhe punë. Por çfarë ndodh në ditën e 6? Është manifestimi i plot, momenti kur bota gjen ekuilibrin dhe formën e saj harmonike, duke lejuar që dita e 7 të jetë thjesht pushim. Për ne që studiojmë gjeometrinë e shenjtë, kjo nuk është thjesht një poezi e bukur, por një mesazh se numri 6 është kodi i manifestimit perfekt. E po, deri tani kemi folur për hapësirën, kozmosin dhe tekstet e lashta. Por le ta zbresim këtë pak më poshtë. Le të flasim për botën tonë fizike dhe të prekshme. Pjesa e 4, gjeometria e shenjtë në natyrë. Kjo është vërtet e jashtëzakonshme. Shikoni kosheret e bletëve. Duket sikur bletët kanë marruar për inxhinieri. Ato ndërtojnë qeliza gjashtkëndore absolute, sepse nga ana matematike është vetmja formë që përdor më pak material, por mban më shumë mjalt dhe jep një forcë strukturore të pathyeshme. Dhe çfarë mund të themi për flokët e borës? Secila është unike, megjithatë të gjitha formohen strikt me një simetri gjashtkëndore. Është një shfaqje verbuese e rendit natyror. Dhe mbi të gjitha, karboni, temeli i jetës organike, elementi që na mban e gjallë, në formatet e tij si grafiti apo grafeni, strukturohet në rrjeta gjashtkëndore.
Pra, nuk po flasim vetëm për simbole të bukura këtu. Vetë jeta fizike mbështetet mbi këtë gjeometri. Natyra nuk përdor fjalë, ajo përdor gjashtkëndosha për të thënë harmoni dhe ekuilibër. Pjesa e 5. Energjia e bukurisë njerëzore. Nëse zhvendosemi te numerologjia, profili i numrit 6 është fiks ashtu siç mund ta prisni. Është i shpërdar në mënyrë të përsosur te dashuria, harmonia, bukuria, përgjegjësia dhe shërimi. Njerëzit që rezonojnë me këtë energji janë zakonisht mbajtësit e paqes, mbrojtësit, artistët që reflektojnë empati. Ata bëjnë saktësisht ato që bën heksagoni në natyrë, krijojnë stabilitet dhe lidhin gjërat me njëra tjetrën. Kjo nuk ndalet vetëm te personalitetet njerëzore. Kjo energji lidhet ngushtë me estetikën hyjnore. Astrologjia e lashtë e lidh gjithmonë numrin 6 me planetin e Venusit. Ne dëgjojmë atë në intervalet muzikore, e shohim te lulet me 6 petale dhe te formacionet gjeometrike të kristaleve. Kur truri ynë sheh këtë lloj matematike, nuk e lexon si të dhëna të thate, por e përkthen atë si bukuri të shenjtë. Pra, para se ta përmbyllim këtë leksion tonin, le të marrim një moment për të bashkuar të gjitha këto pjesë të enigmës. Pjesa përmbyllëse. Blueprinti i fshetë universal. Tani është bërë mjaft e qartë që ne nuk po flasim për rastësi apo jo. Ekziston vërtet një blueprint universal. Universi ynë është i ndërtuar mbi këtë harmoni thellësisht të fshehur të simetrisë dhe efikasitetit matematikor. Numri 6, siç e pam, është praktikisht ligji i universit për të ruajtur rendin dhe për të garantuar atë që ne quajmë dashuri universale, nga atomi më i vogël deri te galaktikat masive. Ne pam gjeometrinë perfekte te kristalet, te flokët e borës, te zotësia inxhinierike e koshereve të bletëve dhe madje te strukturat jetëdhënëse të karbonit. Dhe çfarë tregon kjo kur e vendosim krah heksagramit apo simboleve të tjera antike? Tregon se mençuria ezoterike e të parëve tanë dhe shkenca jonë me avancuar, thellë po flasin për të njëjtën gjë. Është unioni perfekt mes shpirtit dhe fushës fizike. Kështu që dua ta lë këtë analizë me një mendim që shpresoj t'ju mbaj zgjuar. Nëse natyra funksionon fjalë për fjalë përmes kësaj gjeometrie perfekte, e cila është kaq llogaritse dhe thellësisht e bukur, çfarë na tregon kjo për inteligjencën e vet universit? Apo shohim thjesht reaksione kimike dhe probabilitet matematikor, apo jemi në fakt duke lexuar dorëshkrimin e një mendjeje të pafundme kozmike? Shpresoj që ky leksion të shërbejë si një shkëndij për të hulumtuar edhe më shumë rreth mistereve të mrekullueshme të këtij realiteti ku jetojmë. Gjithë të mirat.